Të rinjtë që janë angazhuar në punë vullnetare kërkojnë nga autoritetet në Shqipëri dhe Kosovë t'ju njihet kontributi i dhënë në aktivizëm, art dhe inovacion si eksperiencë dhe vjetërsi pune. Edhe pse po punoj vullnetarisht, unë kam qef që këto vitet që kam dhënë për vallën e Tropojës, që kam trashëguar brez pas brezi, që kur dalë një mosh të caktuar të njihen edhe si vite pune. Vullnetarizmi mes Kukësit dhe Tiranës, po them, është një hendek shumë i madh, pavarësisht se mundohet që të ngushtohet, si nga institucione, si nga organizata, po vazhdon të jetë. Vlerën e vullnetarizmit shumica e të rinjve nuk është se e kuptojnë. Mendoj që flas në emër gjithëve kur e them këtë. Në bashkëpunim edhe me Këshillin Britanik në Shqipëri, autoritetet shqiptare kanë kaluar në komisionet parlamentare draft ligjin për vullnetarizmin. Zëvendës ministri Alir Apipa deklaroi se në janar do të ketë një plan të qartë për aplikimin e ligjit, ndërsa në Kosovë referuar përfaqësuese së Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Zjarda Osmani, njohja e punës vullnetare do të mundsohet përmes rregullimeve në një dispozitë ligjore. Se një buxheti të dedikuar që do shkojë për siguracionet, pra është bërë një estimation le të themi që sa vullnetar mund të jenë 1000 vullnetar, por ky është një parashikim sepse nuk dihet se sa vullnetar do jenë të angazhuar, por gjithsesi parashikon ato tavanet buxhetore, kështu e ka formulën shteti. Është parashikuar që kjo do implementohet përmes agjencisë kombëtare të punësimit. Me ligjin e ri për rinin është bërë një reformë në politikën rinore në Kosovë. Dhe është themeluar dhe agjencia për zhvillimin e rinisë. Me themelimin e kësaj agjencie dhe akteve të tjera në ligjore, që njëra ndër të është edhe çështja e vullnetarizmit, të trive ne jemi duke formuar politika të qasshme për të rinjtë dhe për njohjen e punës së vullnetare të tyre. Natyrisht që na pret punë e madhe për të bërë për rregullimin e platformave të ndryshme për regjistrimin e vullnetarëve, për njohjen e punës së tyre. Dhe jemi në proces të ndërtimit të këtij sistemi. Gjatë kryesës organizuar nga British Council në kuadër të javës kombëtare të kulturës në Tropoj, studentët të rinj që kanë qenë pjesë e programit Alternative Pathway, të financuar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, kërkuan që Qeveria e Shqipërisë të përcaktojë një buxhet për të rinjt në shkolla dhe universitete. Duhet të kërkojmë gjëra të vogla. Si fillim një fond specifik vetëm për rinjt. Për një fotokopje, për ca letra me ngjyrë, për ca lapsa, për ca stereolapsa, se ne kërkojmë shumë dhe këto të vogla t'i lejmë pas. Pra në bashkitë tona mungon një fond specifik, ku mblidhet këshilli bashkiak, pse mos t'jetë një fond specifik vetëm për rinj, për gjimnazistët, për shkollat nëntëvjeçare. Dhe ata e ndajnë për çfarë duan gjatë gjithë vitit. Ishte para disa viteve, nata e diasporës, ishte një mrekulli, por që nuk u bë më. Nuk vazhdoj vitin e ardhshëm ose më tutje. Para diku 4-5 viteve ka qenë një grup rinor, mos gaboj, të rinjtë Kukës, i cili tash është shkrirë totalisht, nuk e gjejnë askund. Në Bashkinë Ligjore, ne nuk kemi tamam një vend, domethënë ku këto talente të reja të njihen edhe të bëhen pjesë, pse jo ndoshta në të ardhmen e tyre ta shohin në këto talente ku ato kanë, pra të shpalosin jo vetëm në shkollë, domethënë tek ajo që ku çon shkolla. Dhe nuk deri tani nuk është se kemi parë një mbështetje. Ne jemi grupi i ansamblit Dardania Tropoj, ne përfaqësojmë vallën e Tropojës, kemi trashëguar brez pas brezi dhe do ta trashëgojmë edhe tek fëmijët tonë, tek niprat, mesat, kush do të vijë. Ne kërkojmë që të na mbështesin, si nga fondi i bashkisë, si nga çdo edhe qytetar tjetër. Draft ligji për vullnetarizmin në Shqipëri u diskutua në komisionet parlamentare dhe Kuvendi pritet të caktojë datën kur ky dokument do të kalojë për miratim në seancë plenare.